Mbrëm në një ambient të madhështor në Lubisht të Prizrenit, kandidati Totaj me kandidatët për asambli, ku ishte i pranishëm edhe nën kryetari komunës Kujtje Mëgashi, i takuan elektoratin e shumët në Lubisht të Prizrenit. Të be madhështor sonte në Lubisht, energjia për kraja dhe besimi qytetarëve tanë, po na japin forcë të ecim drejt fitores së madhe më 12 tetor. Në mesin tonë ishte edhe deputetja nderuar bosnjake Duda Balje së bashku me komunitetin bosnjak, të cilët me mbështetjen e tyre e bën edhe më të fuqishme këtë tupim. Është kënaqësi e veçantë me pas sot bashkë me ne edhe kryetarin e SDU-s, deputetën e Kuventit të Republikës Kosovës, zonën Duda Balje, e cila sonte bashkë këtë lokalitet ku ka dhe komunitet bosnjak për me dhënë mbështetje për kraje kryetarit komunës edhe ekzekutivit komunal edhe kandidatëve të gjithëve për mandatin e arshëm 4 vjeçar. Sa më po duhet të falenderoj për punën ty edhe bosën e hatë dhe kretë në ndegën që vazhdimisht e keni bën këtë lokalitet. Është ndërë dhe kënaqësi që në listën tonë me pas një djalë të Lubishtës, një personalitet, një figurë të jashtëzakonshme, që është dashi dhe falenderoj që dhe lutim Zotin inshallah ta përfundojmë para 12 tetorit, t'i tregojmë këtij lokaliteti që Partia Demokratike e Kosovës është partia më e fortë në Republikën e Kosovës, e të cila do të tregon se kemi një problem. Kujtjes shpresoj shumë që do të përfundon para 12 tetorit, bile të jetë një diçka do ta marrë mend gjithë se problem serioz i Lubishtës. Do të kërkojmë për kryetarit të rregullojmë shtratin e Lumbit, të cilët do të bëjmë ndonjë vend pak të ketë një vend për pushim për pensionerët tonë, për njerëz të plesh, për rinin tonë, një kënd gjelbrimi, që të rregullohet shtrati i Lumbit të Lubishtës. Lubishta çdo herë është rreshtuar me PDK-n dhe ne kemi kthyer me besim e punë në çdo anë. Faleminderit deputetës Duda Balje dhe komunitetit bosnjak për mbështetjen e ju siguroj një përkrahje e cila nuk do të ndahet. Dhe këtu jam sot, jo me fol shumë për punën cili ka bërë zotri Shaqir Totaj, më shumë me ekipin e vet, më shumë jam këtu me thonë pse unë kam vendosur me përkrah zotri Shaqir Totaj. E parë duhet me thonë se zotri Shaqir Totaj është një jaran. Jaran për ne bosnjakët e marë. Edhe unë duhet me pranu se s'jam qaq lehtë për bashkëpunim që zotri Qeli Lama e din shumë mirë sa herëve që kam qenë edhe të Qelin. Edhe është fajtor për krejt kubzat cili bashkë kemi vendosë këtu në Lubisht. Faleminderit shumë që në emër personale dhe në emër krejt bosnjakëve edhe shqiptarëve me cili kemi bashkëpunu këto 4 vite. Drejtoresh faleminderit shumë vërtet. Unë duhet me faleminderu sepse vërtet 4 vite kam bërë shumë presion dhe të kryetarin edhe krejt edhe po du me thonë se duhet me besu. Unë po du me vazhdu. Unë po du me vazhdu bashkë në mënyrën e njëjtë cili kemi bashkëpunu deri tash. Kemi pas shumë sukses. Kemi ndryshu pamje e Lubishtës, edhe shumë fshatra rreth Lubishtës, edhe këtu në Podgor, edhe në Zhupë. Edhe unë me këtë ekipin t'i ndjej si ekipën e vetë. Do më thonë, nuk kam as problem me thirr natës, ditës, me shkru, kur kam na ide, kur kam na problem për konsultim, për kritika, për krejt edhe gjithmonë kam gjetë teamwork. Edhe këto është ma e rëndësishëm. Edhe unë jam se na kemi vendosë publikisht me përkrah. Bravo! Dhe po du me ritheksu që Prizreni është qytet shumë specifik në Kosovë. Nuk është maj madhe, po është një pari mas Prishtinës, mi po për shumë gjona dalohet për të mirë prej Prishtinës, se një prej karakteristikave kryesore është diversiteti. Në qatë diversitet, ne kemi një komunitet jo shumicë, mi po që është maj madhe, me një përqindje serioze, edhe është një komunitet që është komunitet shumë i rëndësishëm si komponent shumë i rëndësishme e jetës edhe private edhe publike në qytetin e Prizrenit, komuniteti bosnjak. Prandaj në këtë kontekst e falenderoj për prezencën
deputetën edhe kryetarën e partisë zonën Duda Balje, si dhe admirën. Gjatë mandatit kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, kemi pas një përkraje prej admirit edhe prej deputetëve asamblejistave tjerë, sepse përndryshe s'kishim mujt me i vëtu projektet cilat e kemi realizu, por normalisht që dhe kërkesat, në fakt nuk janë kërkesa, po janë nevoja të komunitetit, edhe na qatë punë e kemi mirë përsu nevoja të komunitetit. Përndryshe, ju e keni zgjedhur një kandidat të jashtëzakonshëm, kandidat më të mirë kur s'keni pas, edhe të edhe qeverisja lokale në prezent përmirat si shembull, si model, jo është në Kosovë, besoni, edhe jashtë Kosovës. Prandaj duhet me dhënë kompliment të gjithë atyne që kanë qenë pjesë e kësaj qeverisje lokale, edhe kjo neve na jep besim të plotë se na do të vazhdojmë edhe një mandat tjetër, edhe në mandatin tjetër bashkë me partnerët tanë, bashkë me komunitetin bosnjak, bashkë me komunitetin turk, bashkë me komunitetet tjera, bashkë me shoqërinë civile, me mediat, me krejt aktorë të jetës publike, do të jemi hala më të suksesshëm, sepse kemi një përvojë 4 vjeçare që nuk e kemi pas kur e kemi filluar këtë mandat. Edhe që ajo përvojë 4 vjeçare neve na ndihmon për me rregullu disa gjëra të cilat në lëvizje kemi pasur që ka mundësi të bëhen më mirë, edhe unë jam shumë optimist.